Shqipëria hapi edhe grup kapitullin e fundit të negociatave me Bashkimin Evropian të përbujqësinë dhe kohezionin. Përmbyllet në këtë mënyrë edhe formalisht faza hapjes së 33 kapitujve të negociatave brenda një periudhe vetëm një vjeçare. Përmes grup kapitullit të 5, Shqipëria përfiton mbështetje në vijim nga Bashkimi Evropian lidhur me modernizimin e bujqësisë, rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe digitalizimin e zinxhirit ushqimor. Komisionera për zgjerimin në Bashkimin Evropian Marta Kos u shpreh se çelja e 6 grup kapitujve në 13 muaj është deklarata më e fortë e angazhimit personal të kryeministrit Rama. Çelja e 6 grup kapitujve në 13 muaj është merit e angazhimit tuaj personal, i dashur Edi. Në qoftë se do të na duhej një rast se çfarë është procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian, duhet hedhur syt nga vendi juaj. Ka të bëjë me transformimin, ka të bëjë me një udhëheqje të fortë. In Edi Rama, you have a leader who is not looking back in the past. Tek Edi Rama keni një udhëheqës, i cili nuk i kthehet së shkuarës për të gjetur pretekste apo justifikime pse diçka s'mund të bëhet. I dashur Edi, ju jeni udhëheqësi që shepur nga e ardhmja dhe e gjen zgjidhjen për sfidat ekzistuese me të cilat përballemi të gjithë. Ju keni mbështetjen e fuqishme nga më shumë se 90% e shqiptarëve që e shohin të ardhmen e tyre brenda Bashkimit Evropian. Punon me të gjithë ata, me opozitën në parlament, me shoqërinë civile dhe sektorin privat, dhe kjo do të garantojë suksesin e Shqipërisë edhe në të ardhmen. Shqipëria është shembulli më i mirë i fuqisë transformuese të zgjerimit. Jeni frymëzim edhe për shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Çelja e të gjithë grup kapitujve është sukses, por mbyllja e tyre është çmimi real. Por ju garantoj mbështetjen time personale për të ndërtuar të ardhmen e Shqipërisë brenda Bashkimit Evropian. Ministrja daneze për çështje evropiane Marie Bjerre theksoi se nëse vjohet me këtë ritëm reforma, shumë shpejt Shqipëria do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Today is a huge milestone for Albania. Negociatat e Shqipërisë me Bashkimin Evropian kanë ecur me një shpejtësi rekord. Brenda një viti janë hapur të gjithë grup kapitujt. Ky gur kilometrik shërben si një njohje e punës që ka bërë Shqipëria drejt të ardhmes europiane. Ndërsa progres raporti dëshmon se Shqipëria ka bërë hapa përpara, sidomos për reformën në drejtësi dhe luftën kundër korrupsionit. E inkurajoj Shqipërinë që të nxjisë dialogun politik. Nëse Shqipëria vazhdon me këtë ritëm, jam e sigurt që antarësimi në Bashkimin Evropian do të arrihet në një të ardhme shumë të afërt. Kryeministri Rama tha se ka një plan pune që procesi të mos ndalet deri në përmbylljen e negociatave në vitin 2027 dhe antarësimin e plotë të vendit në familjen evropiane në vitin 2030. Kush do ta mendonte që do të ishim sot këtu duke çelur gjithë grup kapitujt? Vetëm pak kohë më parë ishte diçka që dukej e pamundur dhe ishim në pikën ku do të mësoheshim me sprapsjet dhe ato grushtat në stomak, por unë besoj se i gjithë ai rrugtim na bëri më të fortë, na bëri më të vetëdijshëm për të gjithë atë natyrë të jashtëzakonshme të gjithë këtij procesi dhe na bëri më të pjekur. Ja ku jemi sot këtu me atë që ishte vetëm ëndër pak më tepër se një vit më parë, e transformuar tashmë në një plan pune, një realitet për të cilin dhe me të cilin duhet të punojmë në jetën tonë të përditshme. Ne do të bëjmë gjithçka që të jemi përherë aty ku duhet qenë, bazuar në planin për të përfunduar këtë fazë të parë duke përmbyllur bisedimet e antarësimit brenda 2027 dhe të hyjmë më pas në fazën e mbështetjes politike dhe të antarësimit të plotë. Për ta festuar këtë moment historik, kryeministri Rama e befasoi komisioneren Kos dhe ministren daneze për çështje evropiane Marie Bjerre me tortën me numrin 6 që tregonte hapjen e 6 grup kapitujve. Po ashtu Rama surprizoi dy zyrtarët e larta, edhe me nga një shishe verë me një skicim të realizuar nga vetë kreu i qeverisë shqiptare. Rama u shpreh krenar edhe për skuadrën e negociatorëve të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Dua t'i falenderoj me respekt dhe me admirim të gjithë negociatorët dhe qindra të tjerët që nën drejtimin e tyre e bëjnë krenare Shqipërinë këtu në Bruksel dhe nuk është e lehtë.